Edhe mu me u shky, diçka qanta mu prish, edhe në një pikë dalesës po i shkoj atina, edhe e harnova dishkush me një far izoliri, veç mos me mra senet jashtë, veç me mujt me shu deri në fund se me pa qenë diskvalifikuar, duhesh me pas me veti non-stop. Po du me thonë, krejt është në menaxhimin tonë, ti duhesh me u gjinë vetë. Se ndodh me të shky patika, ndodh me të shky shorcja, jaknja, çanta, është e preshme gjithçka se është teren shumë i ron, i egër, mundesh me u lëndu përveç këtyne sene, po thjesht duhet paraprakisht me përgatit veten që me konë një farë menaxhuesi mirë ndaj krejt që aty në që mundën me të ndodhë. E qartë, po kjo është një prej arsyeve të forta që institucionet duhet me ju japë zë. Mendoj si institucionet, si bizneset, po mendoj që i zhduft se na i lehtësojnë krejt neve punën, është ndryshe kur te anën financiare ekip të zgjidhun, del ushtron ma mirë, ma letë, si që kesh je ma i lirë. Shumë e vërtet. Performan ma mirë atje, se nuk mirësh me kalkulimet numër, apo pëmdalin paret, as pëmdalin paret, po te shkelqen atje se e ki trunin veç te performanca. A ka ndodhë gentjan me sakrifiku diçka personale për shkak pasionit madh për gara? Po kom sakrifiku se kom lënë familjen anash, kom lënë të dashurën anash, kom lënë obligimet e mia, kom lënë plot sene, fatmirësisht kom fatin e mirë që krejt ta njerëz që më rrethojnë kanë mirë kuptu, edhe jam falendërues shumë i madh i krejt tyre që më rrethojnë, edhe më kanë mirë kuptu se është problem ti me i lënë shumë sene anash për një pasion tonin, po njerëz përkrahin kur ti e shohin sa po punon, sa po jep i vetës. Edhe është nuk besoj një njeri që kur shes sa po jep i shpirtit tën, që të thot, hej, valla, adem mëse bënë, nëse thjesht kur shojnë që për një men 100% po jap i vetës, aj që është njëri normal të përkra dhe të mbështet. E mira, krejt ti lloj vrapimi edhe pse ekstrem, me rrugë të vrazhta, është që në një farforme, e tha edhe vetë që hynë edhe mediton, sepse natyra ta jap vetë atë benefit, si që themi. Kështu që, cili do t'ishte një mesazh për gentianit për gjithë ata tri që dojnë me ndjek rrugën e tij? Adin qysh, natyra është shumë e sinqert me njerin. Do me thonë, na njerës ka njerë nuk jem sinqert me vetë vetëm, po natyra shumë e sinqert. Se nëse është shiti edhin që ka me t'lagë, nëse është mjegull të edhin që s'ki me pa. Do me thonë, që atë që e shaj është për një me që është të pritë. Edhe masi është që ka që sinqert, bota është zhvillu shumë, ka evolu shumë, edhe na e mbo pjesë të teknologjisë shumë, edhe kem harru ka njëherë që ekziston natyrë shumë e bukur që e ka kriju Zoti jashtë. Edhe na nuk po e shijojmë, po na shkon jeta, pa e pa që ka kriju Zoti, çfarë ndjesie t'jap ajo ty si njeri. Natyra është shumë e bukur edhe i kisha lutë krejt njerëz me dalë sa më shumë natyrë, përveç që është shëndetshëm, ti reflekton me veten, mediton me veten, nis me njoh veten. Shumë e vërtet. Po ata që dojnë me ndjek rrugën tënde, sa du të me u përgatit paraprakisht? A mundet me kalu nga rruga direkt në shtigjet maleve? Donë shumë punë, donë shumë angazhim, por nëse e ki me sinceritet madh, unë mendoj që çdo punës i del rezultati. Nëse jo tash, ma vonë, po puna ka rezultat. Unë e besoj në punë, edhe krejt këtë vetbesimin tim që mbështetim punë. Nëse ti punon, nuk i nevojë pse më frigu kur shkafit.